Një deklaratë e fortë ka ndezur debat në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, pasi banori Robert bëri një pretendim të bujshëm për familjen e Selin Bollati. Gjatë një momenti në dhomën e rrëfimit, Rogerti u shpreh se kishte informacion se babai i Selinit ndodhej në burg. Kjo deklaratë u transmetua në klip për banorët, duke shkaktuar menjëherë reagimin e Selinit dhe duke ndezur një debat mes tyre. Selin e mohoi kategorikisht pretendimin dhe reagoi me tone të forta, duke theksuar se babai i saj jeton dhe punon jashtë vendit dhe se gëzon liri të plotë. Ajo shtoi se nuk do ta kishte as pak problem ta pranonte nëse do të ishte e vërtetë, por sipas saj ky pretendim është krejtësisht i pavërtetë. Atë jeton në një vend tjetër të botës sepse punon jashtë dhe gëzon liri të plotë, u shpreh ajo, duke shtuar se familja e saj është përfshirë pa dëshirë në këtë debat. Nga ana tjetër, Rogerti këmbënguli në versionin e tij, duke thënë se informacionin e kishte dëgjuar nga një familjare e Selinit, çka e bëri situatën edhe më të tensionuar mes dy banorëve. Debati vazhdoi për disa minuta në shtëpi, ndërsa momenti ka shkaktuar reagime të shumta edhe në rrjetet sociale.